Rondo një antar potencial që të bashkohet në festimet e Vladimir Putinit. Përkundrazi, ajo ka shtuar se liderët evropian do të duhet të vizitojnë Kievin atë ditë për të dëshmuar solidaritet. Mesazhi është qartazi për Beogradin zyrtar, sikurse dhe për Milorad Dodik të Republikës Srpska që është nën sanksione. Mirë, zot Bilali, a do të shkoj presidenti serb Aleksandar Vučić në Moskë apo do të zgjedh Kevin? Pra kjo është ngjelet një dilemë mes lindjes dhe perëndimit dhe a mund të jetë kjo thirrje e Kaja Kallas pra një paralajmërim për sanksione ndaj Serbisë? Vučić ka bërë një prononcim më herët që ka thënë se do të marrë pjesë. Do thotë në dikon mos të gaboj 3-4 takimet me Putinin, që ka pasur deri më tani historikisht. Në historikën e tyre, fani. Por ai ka puar që do të marrë pjesë në paradën ushtarake të 9 majit në Moskë, në Kremlin. Besoj që deklarata e Kaja Kallas tregon shumë që atë me siguri ka potencuar dhe ka pas në vedije edhe Slovakinë, besoj edhe Orbanin të Hungarisë, por edhe Vučićin. Vučići ka marrë një, më të them kështu, një vetë besim nga raportet amerikane-ruse. Dhe ai ka shpreh duke që kur ka takime të delegacioneve amerikane-ruse, atëherë edhe Serbia me zespret këto. Dhe kjo geopolitik, mund të them që Serbisë i jep pojena në aspektin ndërkombëtar dhe sot do ta peshoj, sot do ta marrë serioz këtë kërkesë të Kallasit. Është pikpyetje nga se po që se ka indikacione që prapa vizitës e tij mund të jenë edhe një vizë ta quaj kështu edhe ambasadës amerikane në Beograd. Atëherë Vučići do të shkojë në Moskë dhe mendoj që shifni, tërë ajo që po ndodh në Ukrainë dhe marrëveshja që përflitet edhe aja, mund të them, Kathy Kellag, asaj hartës ndarjes së Berlinit, ta quaj kështu, një lloj përsëritje ndarjes së Berlinit me konferencën e Potsdamit në 4 zona, 3 zona përmenden edhe në Ukrainë dhe mendoj që Sven Witkoff ka dhënë detaj për takimin në Sankt Petersburg me Vladimir Putinin. Dhe mendoj e tëra ajo çka është duke luajtur në Ukrainë për nder, mund të them, edhe për parime për 9 maj, ditën e fitorit mbi fashizmin, delegacionet, sidomos të vendeve evropiane, duhet të shkonin në Kiev. Ta them drejtën se po përsëritet një luftë jashtëzakonisht e përgjashme, kemi agresion që është prishur edhe rregullat e ligjeve ndërkombëtare dhe mendoj që normat. Dhe kjo tregon shumë që Serbia në një farë mënyre ka një, mund të them, një historik të tillë që din të luajë pozicionet e momentet e fundit, sepse ai mund të dërgojë edhe Vulinin. Mund të them që është publikisht edhe nga ndërkombëtarët edhe nga evropianët dhe perëndimorët një që është një njeri rusofil, meqense mund të them edhe parti rusofile në Serbi, por edhe kisha ortodokse serbe janë bukur, kanë simpati ndaj Moskës, por Dodiku po ashtu nga entiteti serb në Bosnjë dhe e ardhmja e Vučićit besoj që për shkak të bunteve të brendshme në Serbi varet shumë nga sjellja e tij në raport. Mirë po, edhe ai përcjell situatën ndërkombëtare, sidomos ndryshim të një gjeopolitike komplete në arenën ndërkombëtare dhe krijimin e një rendi të ri botror, që tashmë vetëm kemi hyrë në fazë edhe në aspektin e gjeoekonomisë, por sidomos asoj aspektit gjeopolitik dhe militarist. Dhe në këtë drejtim Serbia bën këtë matje dhe Vučići bën këtë matje, dhe në këtë drejtim mendoj që shifni, Serbia a duhet në Evropë të shon ta ketë Francën. Dhe për te Atlantikut të shëbat. Pos aty në 5 agjencioneve lëbuse që ka në shëban që financohen nga shteti, që fatkeqësisht ne nuk kem dhe që është çuditshme nuk po përsërit ajo fryma e lobit ton gjatë viteve 90, fund viteve 90. Dhe kjo tregon që ne duhet në aspektin institucional shtetëror të kemi agjencione të cilat lobojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me gjithë lobin tonë shqiptar dhe me bashkëdhënëtarët që dorën në zemër ka qenë, mund të them, hisja më e madhe që kemi ardhur deri këtu. Dhe kjo është merit edhe mërgatës unë. Dhe mendoj që në këtë drejtim në aspektin diplomatik ne kemi shumë, mund të them, detyra para. Mirë po, ajo që kërkoni ju, a do
zbathet të tërhiqet Vučić nga vizita me non maj në Moskë, unë nuk e besoj. Është kalkulimi i tij dhe ai ka pohur publikisht që do të shkojë në paradën e non majt. Nga se rrethonat më duket që pak a shumë e favorizojnë shkullin e tij. E qartë. Mirë, zoti Bilali, për ta mbyllur sepse jemi në fund, ndërkaq mbas kësaj thirrjeje që ka ardhur nga Bashkimi Evropian pra nga vetë Kaja Kallas, sa pritet që Serbia të thyejë vijën e kuqe të Europës, edhe ndërkaq sa afër është Bashkimi Evropian për ta nxjerrë Serbin nga rruga europiane? Pashe të thëmë drejtën, Kaja Kallas vjen pej Estonisë, aja është non grata dhe është ndjeket edhe nga organet ruse, është që më thonë në atë vjen e kuqe të rusëve, thëmë drejtën familjarisht është shumë antiruse. Dhe kjo është një përparësie jonë që është edhe komisionere për përgjithësinë dhe sigurisë dhe e bartat procesin e dialogut. Mund të jetë një element shumë pozitiv. Mirë po, në Unionin Evropian vendosin dy shtete të fuqishme, Franca dhe Gjermania. Mund të them kërkesat e Kallasit jo që nuk janë serioze, sepse ajo heq një institucion mjaft të rëndësishëm të Unionit Evropian. Unioni Evropian nuk është shtet. Është organizate e vendeve të